Thellohet kriza në familjet shqiptare duke bërë që numri i divorceve të pësojë rritje krahasuar me vitet e mëparshëm. Sipas dhënëses së gjykatës së rrethit të Tiranës, Etleva Avdia, gjatë 9 mujorit të këtij viti në këtë gjykatë janë regjistruar afro 1642 çështje civile për shkurorëzim. Sipas Avdias, në ditë rezultojnë rreth 9 kërkesë padi për objekt të zgjidhje martese. Për vitin 2012 shikohet një rritje e numrit të kërkesë padive të depozituara pranë kësaj gjykate krahasuar me vitet e kaluara. Deri në datën 7 nëntor të këtij viti 2012 janë regjistruar 1642 çështje civile me objekt zgjidhje martese, nga të cilat 692 janë çështje të mbartura nga vitet e kaluara. Mesatarisht në ditë regjistrohen 9 kërkesë padi me objekt zgjidhje martese. Avdia shprehet se shkaqet që çojnë çiftet drejt të divorcit janë të shumta, ku dominon dhuna në familje, alkooli, tradhtit bashkëshortore e të tjerë. Shkaqet që çojnë një çift në zgjidhjen e martesës janë kryesisht konfliktet për xhelozi, shkaqet ekonomike, përfshirja e burrave në lojrat e fatit, alkooli, droga, dhuna në familje, emigracioni, tradhtia bashkëshortore, sidomos përputhje të karaktereve.